Për 2 net me radhë, në Leskovik dhe Ersek, është mbajtur festivali kombëtar i sazeve, ku grupe folklorike nga gjithë Shqipëria performuan këngët dhe vallet tradicionale. Erilda Selaj, drejtoresha e Qendrës Kombëtare të Veprimtarive Tradicionale, tha se festivali, që është kthyer në traditë e që organizohet për të disatin vit radhazi në Kolonjë, synon të mbajë gjallë vlerat kulturore dhe artistike të krahinave të ndryshme. Ky është edicioni 14 i festivalit folklorik tipologjik kombëtar të sazeve popullore. Këtë vit, festivali zhvillohet në 2 ditë, marrin pjesë 12 grupe dhe kemi gjithashtu dhe 2 grupe të tjera përshëndetëse. Për herë të parë kemi Valet e Liçenit që vjen pikërisht nga Struga, na vjen nga Maqedonia, dhe një grup përshëndetës gjithashtu nga Kosova. Festivali në tërësi synon promovimin e trashëgimisë materiale dhe më saktësisht promovimin e sazeve popullore, duke qenë që është informacion shumë unik për Shqipërinë dhe shumë i rëndësishëm për trashëgiminë tonë shpirtërore, meriton që jo vetëm të ruhet, por edhe të trashëgohet në brezat e rinj. Artistët e mirënjohur, të cilët i përkasin skenës së muzikës popullore prej më tepër se 30 vitesh, tregojnë se ky festival i bën një nder të madh sazeve, pasi fokusi kryesor ngelet tek trashëgimia, nga një brez tek tjetri. Instrumenti është një gjë e dashur për mua, një gjë e bukur, që është muzika që mund të pyesim, është edhe instrumenti. Çfarë është muzika? Është edhe instrumenti. Gjithmonë me instrumentin, se pa instrument nuk mund të luash muzikë. Luaj lautën, luaj kitarën primaren, bozukën, baklavanin. Domethënë, mund të them që nga 76. Mund të atëherë që më mori Lelushi Desfast, një shtri klarinet, 40 vite. 40 vite domethënë. Sa të gjashtë deri në moshën 16 vjeç. Që atëherë kam filluar domethënë pasionin, diskutohet ajo. Jo rastësisht kemi ardhur dhe duhem të prezantojmë me diçka edhe tonën për të përcjell këtu në këtë kulturë që ju e kultivoni. Kemi ardhur të kultivojmë edhe ne 2 valle, një kemi quajtur vallen e Gajdes të Ladorishtit, po edhe një tjetër me vallen e Beraçës. Është valle Beraçës që në ndër breza është luetur te neve. Kështu që menduam edhe shprehem të arsyeshme se mund të bëjmë diçka. Se në moshën e re, isha në rini, jemi aktivizuar me grupin e Gramshit. Kemi marrë pjesë në festivalet Gjirokastër, në festivalet balkanike. Kemi punuar, kemi në traditat tona të trevës së Gramshit, që ka 3 zona, është Sulova, është Vërça, është dhe Tomorica. Dhe gjithë grupi jonë, që sot përfaqësohemi këtu në Leskovik, ka të 3 folket e kësaj zone. Përmes tingujve të sazeve, valleve dhe këngëve që mbartin historinë e krahinave shqiptare, festivali kombëtar i sazeve në Kolonjë riktheu edhe një herë vëmendjen te pasuria e trashëgimisë shpirtërore, një traditë që synon të mos mbetet vetëm kujtimi së shkuarës, por të përcillet te brezat e rinj si identitet, kulturë dhe krenari kombëtare.